Arif Ballkameni. Doktor, protesta sot shënon ditën e 14 të saj. Mendoni se duhet marrim pjesë demokratët kur dëgjojmë dhe thirrje kundër Partisë Demokratike? Ne kemi 13 vjet rrugëve dhe se kuptoj këtë logjik proteste. Dakord, shënjestrohet Rama. Mos ka ndonjë tentativë për të kapur protestën nga vetë Rama apo veglat e tij? Arif, të falenderoj për pyetjen. Mendoj se edhe një herë, lutja dhe këshilla kërkesa ime është çdo demokratë dhe demokrat vendin e ka në atë protest. Vendin e ka në atë protest. Është protesta më qytetare. Dhe Arif, në qoftë se themi është protesta më qytetare, do të thotë që është protest jashtë partive politike. Po mirë mund të më thuash, çfarë mund të ndodhë? Po, është fibra qytetare, është përgjegjësia qytetare. Janë 10 mijëra dhe herë 100 mijëra qytetarë që ngrihen në lartësinë e përgjegjësisë që kanë ndaj vendit dhe kërkojnë dorëheqjen e qeverisë. Tani, për sa u përket sloganeve kundra nesh, janë absolutisht qytetarit janë të lirë të thonë çdo lloj slogani që duan, sepse ata janë të pa diskutim të përkatësive të bindjeve të ndryshme etj me radhë. Por ata që i dirigjojnë, ata që përpiqen ti manipulojnë, ata janë mjeran, janë opozicë vegël e qeverisë. Ignoroni dhe mos tentoni me asgjë, mos keni asnjë impresion nga ato slogane. Nuk duhet, miku im, që gjethet të na pengojnë për të pa trungun e mrekullueshëm, të bëjmë gjithçka që kjo lëvizje të triumfojë. Është lëvizja më qytetare që kemi patur ndonjëherë nga 90-ta gjerë sot.